Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Nëse keni kunguj të njomë në shtëpi, kjo është dreka ose darka që do e gatuani gjithmonë në verë. Mund ta quani picë të shpejtë apo pite me kungull, por me rëndësishme është se del super e shijshme. Le të vazhdojmë së bashku me përgatitjen. Tepsia që unë kam përdorur është e rrumbullakët 30 cm. Poshtë do të vendosim letër për pjekje, po ju tregoj dhe mënyrën se si unë e pres në formë rrumbullakët, që nuk më mundon fare. Mund ta keni si ide për çdo tepsi të rrumbullakët. Mund ta gatuani edhe në tepsi katrore. Thjesht do prisni tortilit në masën e tepsisë. Masat që unë po ju jap në video janë për 2 persona. Sigurisht sipas oreksit mund ta haj edhe një vetëm, por unë zakonisht e gatuaj për 2. Do të shtrojmë një shtresë të hollë me salcë për picë. Mund të jetë salcë shtëpie ose e bler. Hedhim pak rigon sipas shijeve të juaja, por në të vërtetë shkon shumë. Kjo është tortili e dytë. Unë kam përdorur tortile integrale. Ju sigurisht mund të përdorni çfarë të keni dëshirë. Sërish pak rigon dhe tani do bëjmë prerjen e kungullit. Unë kam përdorur disi 2 kunguj që peshonin 400 gram. E rëndësishme është se duhet i prisni në feta shumë të holla. Dhe për këtë ju ndihmon shumë ky lloj aparati me këtë thik. Nëse nuk keni, mund t'i prisni dhe pa aparat, por duhet i prisni sa më të holla. Në këtë mënyrë do piqen dhe do zbuten më mirë. Piper dhe pak krip. Kripën dashur miq është opsionale në varësi se sa krip ka djathi që do të përdorni. Zakonisht djathi feta nuk ka shumë krip, por nëse djathi juaj ka shumë krip, mos shtoni fare. E thërmoj me duar, aq sa juve të doni dhe ju pëlqen. E hapim në gjithë sipërfaqe dhe tani do mbushim një dorë plot me djath kaçkavall. Pra djathin që përdorni për pica. Sërish kungullin e dytë e shtrojmë sipër, pra do të ketë 2 shtresa, pak piper, pak salcë, të cilën do e hapni në këtë mënyrë. Dhe në fund do e mbuloj me djath të bardhë dhe djath kaçkavall. Është në të vërtetë një recetë tejet e shpejtë, del shumë e shijshme, por dhe e shëndetshme. Mbuloj me djath kaçkavall, djathi është sipas dëshirës, mund të shtoni dhe më pak. Vazhdojmë dhe pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 25 me 30 minuta. Të njëjtën recetë mund ta përgatisni edhe me patlıxhan, të cilat duhet i gatuani përpara. Pra mund t'i skuqni në digan apo në furrë. Ndryshe kungulli, patlıxhani do më tepër kohë që të piqet. Dhe ja pra të dashur miq, ko përfunduam dhe me recetën e sotshme. Pite ose picë me kunguj të njomë që ja vlen ta provoni. Nëse ju janë mërzitur të zakonshmet, është një ide super e mirë. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë.